fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Në xhamia ka burra që e dojnë pastërti. Jo vetëm pastërti të jashtme, por para së gjitha vëllezër pastërtinë e zemrave tona. Që është të akides, besimit, mënyrën se si Allahu ka kërku për e neve që ta adhorojmë atë. Duke e largu çdo shirk, mos mi shoqënu Allahu Teala shok, dhe me adhuru Allahu Teala mënyrën e pastër qysh ai e ka zbrit dhe e ka kërku prej robërve të vetë pas të ne, mënyrën e adhurimit. Dhe thot për më konë burr, në kuptimin e ngusht të terminologjisë fetare islamet, i mas pari du të me pas pastërti. Pastërti në iman, jo me pas shirkiate, edhe me mendu se ka mundësi dikush për këtyne baballarve, tyrbeve, të vdekurve, apo edhe gjësendeve, si kur syni i kaltër të sende, me menu se këto mundin neve me na ndihmu. Pastërti të zemrës, pastërti të trupit, të mendimeve, edhe të transmetimeve, si ka ardhur për Allah dhe pejgamberit alayhis salam.